Balliqe aman. Atëherë, Lori, sa keq më lëbon kjo më. kam një kështu për ty, kam një pikë pyetje që dua të ta them. Vaj. Për ty. Vazhdo. Dhe se dia duhet ta dëgjoj Ozi. Ik Ozi. Jo, më letrime. E kam në lidhje me raportin që ban ti me Laerti në shtëpi dhe Rozan. Bashkë janë bashkë me ta. Po sto mëse du të dëgjoj Lorin tani. Tashi, duhet ta kuptoj këtë gjë, sepse unë jam një person që ti e di shumë mirë jam kundër atyre. Tashi, edhe ty të kam gjanë, po kur shoh një person që del, mbron atë. Jo, nuk është mbroj. Mbron atë. Në raport, për shembull, sepse është një situata ti dhe imja, po themi, presupozohet që ne e kemi kështu situatën në shtëpi. Dhe ti mbron atë dhe jo mua. Atëherë nuk e di, domethënë se çfarë, se si duhet të reagoj dhe unë. Nuk e mbroj atë, absolutisht. Po dua të di çfarë pozicione ke ti në shtëpi në këtë lloj marrëdhëniesh. Asnjë lloj pa pikë pozicioni. Unë Laertin se kam sulmu kurrë. Po pra e di. Se kam sulmu kurrë. Po. Ta sulmoj tamam. Sepse nuk besoj, është vërtet. E tentove një herë. Atëherë kur fillova unë që hapo muhabetin që dolja muhabeti asaj gocës. Unë në një moment me thënë që në të cilët ai sheshon, se ti ne dim që ai sheshon, s'kam bërë unë në apin e parë. Aty, kur e kam bërë, ka që një kundër përgjigjeje, ndaj sulmet të veta, të atia. Që pastaj ja ktheva me monedën që kisha unë në dorë, le të themi. Po, ishte vetëm një moment ishte ajo, një ditë, pastaj iku mbaroi, u fik. U bënja 2-3 ditë faktikisht, që jo këteja jo ande, base prap vendosi ta sheshonte, base prap vendosi ta sheshonte. Më bëri pak të ndjesha në faj që ndoshta gjatë pramin të cilin u bë sulmi ndaj tij, u përmend fjala ime manjak dhe pervers, po faktikisht unë tash po dalin fjalët e tija, mbas asaj që kishte bërë Mikelës, se Mikela erdhi, më tha mua që faktikisht dhe me mua e ka bërë. Edhe për synin tim nuk është normale që një burr